2 javë pas ngjarjes ku mbeti vrarë efektivi i forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër Ardian Kodra, banesa autorit të kësaj ngjarje David Çosi avion të jetë gërmall. Askush nga familjarët e 27 vjeçarit nuk ka ardhur për të paratë çfarë ka ndodhur. Brenda shtëpisë që tani vetëm emrin ka të tillë, duke qartë shenjat e plumbave të cilët janë shkaktuar gjatë shkëmbimit të zjarrit mes David Çosis dhe policisë, e cila kishte shkuar për ta arrestuar. Në hyrje të oborrit të shtëpisë qëndronin vendosur një shërit policie, që në fakt është vënë nga fqinjet e familjes Çosja për të treguar se ndaluohet hyrja. Banorët e zonës që tashmë nuk duan të identifikohen, shpjegojnë se ajo çfarë ndodhi pasditën e 2 shtatorit është një ngjarje e rëndë dhe e paparashikuar prej tyre. Ata thonë se David Çosja, autori i vrasjes së policit Kodra, ishte një tip i mbyllur dhe asnjëherë nuk kishte shfaqur shenja agresiviteti. Sipas tyre asnjë nga familjarët dhe të afërmit nuk ka ardhur për të parë banesën pas ngjarjes së ndodhur, ose të paktën ata nuk kanë paraskën duke përjashtuar kalimtarët e rastësishëm, të cilët janë kurështar për të parë çfarë ka mbetur. Këta banorë shpjegojnë se kanë vendosur një shërit policie për të treguar se ndalohet hyrja brenda oborrit të shtëpisë, dhe askush nuk ka hyrë brenda, ndërsa të vetmit që kanë kaluar këtë rryp janë vetëm gazetarët. Ajo çfarë ka ndodhur ditën e 2 shtatorit në banesën e familjes Çosja në Trovis të Lezhës, për banorët e zonës do të mbetet pa shpjegim, sepse për ta nuk ka asnjë shpjegim se si u shtrua në vrasës 27 vjeçari David Çosja, i cili duke qelluar mbi policinë i mori jetën efektivit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë Ardian Kodra.